Mes emocioneve dhe muzikës, miqve, të ftuarve, turistëve kureshtar dhe me praninë e 5 fëmijëve të Laver Bariut nëpërmjet u organizua ceremonia zyrtare e përurimit të skulpturës së mjeshtrit të klarinetës. Fëmijët e Laver Bariut u shprehën të pranishmëve mirënjohje të thellë, ndërsa u ndalën te trashëgimia që jati i tyre i ka dhuruar Përmetit dhe Shqipërisë. Ne si familjar ju përshëndesim të gjithëve, në mënyrë të veçantë grupin që u mor me këtë gjë dhe të gjithë përmetarët që i deshën aq fort babin ton. Emocion që nuk shprehet me fjalë. Emocion që nuk shprehet me fjalë. Falenderoj shumë organizatorët që bën këtë, kryetarin e bashkisë, Bledin, skulptorin dhe të gjithë qytetarët e Përmetit që e kanë dashur dhe ai i donte aq shumë. Në aktivitet performuan edhe valltaret e reja shoqëruar nga sazet e qytetit për të mbetur kështu kjo ceremoni në memorien kolektive të respektimit që u bëhet artistëve të pavdekshëm përmetar, me përmasa jo vetëm lokale, por edhe kombëtare, ndërkombëtare. Skulptori që derdhi në bronz Laver Bariun, Alem Toska, mes emocionesh shprehet se ideja ka qenë fantastike, ndërkohë që teksa e punonte objektin dëgjonte në sfond kabat e Laver Bariut si një frymëzim për ta shndërruar atë në një vepër të prekshme. Isha arritur me gjitha kabat e Laverit dhe kur ka ndruar jetë Laveri unë kam përjetuar një dhimbje shumë të madhe sepse të gjitha kabat që ka në veçanti kabaja tek filmi General Gramafoni ka qenë shumë shprehte një emocion shumë të madh, pavarësisht anës kompozicionale që ka qenë vërtet shumë e vështirë për mua sepse të realizosh një figurë ulur dhe me instrument në dorë nga ana e teknikës është pak e vështirë, por gjithsesi ishte një projekt, një punë e cila zgjati diku tek 6-7 muaj edhe e mora shumë seriozisht. E kam punuar këtë vepër me shumë emocion gjatë kohës kur punoja, gjithmonë në sfond dëgjoja kabat e Laverit, sidomos me pjesën e portretit, po ta shikosh, ai duket edhe sikur qan, edhe sikur, domethënë kur i bie klarinetës duket që shpreh një dhimbje dhe unë atë kam dashur të arrij dhe gjatë kohës që punoja pjesën e portretit dëgjoja vetëm muzikën e filmit General Gramafoni. Përurimi shtatore së Laver Bariut çeli zyrtarisht edicionin e parë të Vjosa Art Fest, duke na kujtuar se arti i vërtet jeton përgjithmonë në zemrat e shqiptarëve.